Mire se vini ne një episod të rite podcast Diritto dell'immigrazione. Unë jam avokati Fabio Lo Scerbo. Sot trajtojme një çështje shumë konkrete të së drejtësisë së emigracionit. Largimin nga territori italian gjatë një procedure administrative në vijim dhe rrezikun kjo mungesë të çojë në refuzimin e legjes së qëndrimit. Duhet nisur nga një parimikartë. Legja e qëndrimit nuk është një dokument thjesht formal. Ajo bazohet në një prani reale, efektive dhe të vazhdueshme në territorin italian. Kur kjo vazhdime si ndërpritet, administrata shpesh konsideron se një nga kushtet juridike themelore për qëndrimin nuk ekziston më. Ky interpretim është konfirmuar qartësisht nga një vendim i fundititar Campania, sezione sesta, idene me 25 nëntor 2025 dhe i publikuar me numrin 597 në të vitit 2026, në çështjen e regjistruar me numrin e regjistrit të përgjithshëm qendror të vitit 2022. Në këtë rast, questura refuzoi kërkesën për rinovimin e legjes së qëndrimit pasi shtetësi i huaj ishte larguar nga Italia gjatë procedurës dhe nuk ishte kthyer në territorin italian brenda afatit të vlefshmërisë së vigjes së rikthimit. Gjykata administrative i konsideroi këtë refuzim të lehtëshëm. Gjykata rikonfirmoi një parim themelor, lëshimi dhe rinovimi i legjes së qëndrimit janë të lidhura ngushta jo vetëm me paraqitjen e kërkesës, por edhe me vazhdimesin e kushteve ligjore për hyrjen dhe qëndrimin. Në mungesë të një rikthimi të rregullt në territorin italian, këto kushte konsiderohen të munguara dhe refuzimi merr karakter detyrues, pa hapësirë për vlerësim diskrecional. Vendimi i referohet shprehimisht tekstit unik për emigracionin dhe rregullores zbatuese, duke theksuar se një mungesë e zgjatur mund të përbëjë ndërprerje të qëndrimit dhe të pengojë rinovimin e legjes, edhe kur situata e mëparshme ka qenë e rregullt. Mesazhi praktik është i qartë. Largimi nga Italia ndërkohë që një procedure është ende në zhvillim nuk është kurrë një zgjedhje neutrale. Ai mund të ketë pasojë përfundimtare mbi të drejtën për të qëndruar në vend. Në të drejtën e emigracionit, koha dhe prania janë elemente vendimtare dhe ndonjëherë edhe një mungesë e vetme mund të bëjë diferencën midis vazhdimesisë së qëndrimit dhe humbjes së statusit ligjor. Faleminderit për dëgjimin dhe në episodin e ardhshëm të podcastit Diritto dell'immigrazione.